Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur të përgatit për vikend një torte me molla që bëhet shumë e shishme. Krejt që kanë nevojitën spore për brumin janë 300 gram me miell, 150 gram me boter për ndryshe gjalp, 3 vezë, një gotë e 200 ml me sheqer, një gotë e 200 ml me kos, një pluhur për pjekje për ndryshe peciv, një sheqer vanile. Tepsin masi 26 cm, e qesim letrën për pjekje dhe lyna me gjalp ose me vaj që shdoni. Në unën tjetër kom marrë 2 molla dhe i kom qeru, i kom do kështu në copat vogla. 2 lugë të gjellës plot me sheqer, një lugë të mesme plot me cimt për ndryshe kanel, një sheqer vanile. I hedhim bismillah sheqerin, kanelën që kom qef shumë tek mollat edhe një sheqer vanile. Pasi që kemi qitë edhe sheqerin e vanilës, tash e përzina mollat me sheqerin edhe kanelën. I kemi përzi kanelën me sheqerin edhe mollat, tash bismillah fillojna përgatitjen e brumit. 3 vezë i hedhim në një mandej një sheqer vanile. Furrën e kemi lëshu me nxehtë në temperaturë 180 gradë, sheqerin. Nëse nuk keni boter për ndryshe gjalp, mundin e mja qitë pra 150 ml vaj. Bismillah, fillojna me i tund vezët me sheqerin, derisa të bëhet një mos kremoze. Mbasi është bërë mosa kremoze kështu, tash të shtojna pra 150 gram me gjalp. E kemi shtu gjalpën edhe kosin e përzina. Tash morëm një pluhur për pjekje për ndryshe peciv edhe e shtojna miellin. Furra veç është nxehur, se të përzina edhe miellin, e qesim pra brumin e tepsi, ku e kemi qitë letrën për pjekje të lyer me gjalp. Edhe fusim njëherë në furrën, nxehur në temperaturë 180 gradë. E kemi përzi edhe brumin, tash me njëherë e shprazim pra në tepsi. E kemi qitë brumin e tepsi, tash ti bismillah i marrim mollat që i kemi përzis bashku me kanelën edhe sheqerin. Për ata që kanë qef kanelën, shumë, mu m'pëlqen tepër, një aromë fantastike. E përzina qështu brumin, bashku me mollat, e tundin tepsin kështu një dy herë, bam bam, masanena që tjetë pra mosa brumit njejt, edhe me njëherë e fusim tepsin në furrën e nxehur, si që thash, temperaturë 180 gradë. Edhe tortën e kom pjek prej furrës, në temperaturë 180 gradë e kom pjek për 45 minuta. E lani pak me oftof, e dekorani nëse dani me sheqer pluhur për mi, nëse s'keni, bën edhe pa sheqer pluhur, kam ju kënaq me kafe. Për vikend, provani, e letë përgatitje tepër e shishme, butë pa mokë, që del me të vërtet tepër e shishme. Ju përshëndas për zëmërsisht, ju falenderoj për çdo përqind recetat mia, faleminderit për krahun që ma bëni. Komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them, miru pafshim.